Partia Demokratike Shqiptare ka akuzuar sot qeverinë për diskriminimet ekonomike që bën ndaj shqiptarëve në ekonomi, kulturë, arsim dhe në bujqësi. Drejtuesi i Departamentit Ekonomik të kësaj partie Besnik Fetau tha se kjo qeveri bën investime monoetnike duke anashkaluar shqiptarët dhe projekte që janë në interes të tyre. Nga kjo shpërndarje dotacioneve në nivel komunal, do shihet se Maqedonët marrin mbi 92.25%, ndërsa shqiptarët marrin mbi 7.75%. Janë të përfshira vetëm di komuna e Çajirit dhe komuna e Tetovës. Nëse shkohet në Ministrinë e Ekonomisë, nëse shihet buxheti, do të shihet nëse ke Ministria e Ekonomisë, shihni se ndahen domjete për zhvillimin ekonomik të zonave industriale, do të shihet se vetëm 4 zona janë përfshirë, këtu Maqedonët marrin 100%, shqiptarët marrin 0. Në buxhet janë parapartë të investohet në 3 zona, ato në zonën e Prilepit, Gjelgjelisë dhe Radovisht. Shkëm ke Ministria e Financave, aty janë këto fondet kompensatore, nëse ka mundësi sliding, ke Ministria e Financave, do të shihet se këtu në këtë buxhet shqiptarët marrin 0, ndërsa Maqedonët marrin pjesën tjetër mbi 1 miliard e 586 milion denar. Shkojmë që në sferën e kulturës do të shohim këtu financimin e aktiviteteve kulturore në pjesën maqedone dhe në pjesën shqiptare. Shihet se Maqedonët marrin mbi 97.39%, ndërsa shqiptarët marrin 2.61%. Fetau ka përmendur po ashtu edhe çështjen e korridorit të 8, ku sipas tij nuk investon shteti për të ndërtuar të njëjtin, por shkohet në dhënie me koncesion. Përket korridorit 8, Korridorin 8, 0 mjete financiare ke autostradat janë ndaj për shqiptarët, ndërsa pjesa tjetër janë ndaj për komunitetin maqedon. Ndërtohet, është e vërtet, korridori 10, ku investohet në korridorin e 10 për lidhjen e Serbisë me Greqinë. Ndërsa në anën tjetër, në korridorin 8, kur vjen pyetje të financohet nga buxheti dhe nga kredit, nga EBRD-ja, korridori 8 ose infrastrukturat në pjesën shqiptare, ne duhet t'i japim koncesion. Nëse him në një analizë tërë, nëse bënohet ende më tepër korridori 8 nuk do të realizohet asnjëherë për shkak se do të mungohej arsyeshmëria ekonomike dhe frekuenca e daljeve ose lëvizjeve në korridorin 8. Përasi se kosovarët tashmë kanë korridorin e tyre, të cilën e ndërtojnë tash prej Tiranës deri në Prizren. Ky koncept i shtetit që po udhëheq qeveria aktuale sipas PD-s është koncept njëetnik dhe jo multietnik, sepse vazhdimisht marginalizohen rajonet e banuara me shqiptar.